Ambasada amerikane në Tiranë ka paralajmëruar se grupet e lidhura me Iranin mund të kenë shënjestër opozitën iraniane në Shqipëri apo edhe subjekte të lidhura me SBA-t. Përmes një reagimi zyrtar, ambasada u bën thirrje shtetasve amerikanë që jetojnë në vendin tonë të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin vende të mbipopulluara apo turistike. Grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrojnë subjekte të lidhura me Shtetet e Bashkuara ose element të opozitës iraniane në Shqipëri. Ata gjithashtu mund të synojnë vende të zakonshme, të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante. Ne inkurajojmë qytetarët amerikanë të ushtrojnë vigjilencë të shtuar. Por qeveria mohon rrezikun e sulmeve të tilla, duke i cilësuar paralajmërimet e ambasadës amerikane hamendësime. Agjencia zbatuese të Republikës së Shqipërisë nuk kanë asnjë informacion shqetësues lidhur me këtë hamendësim të ambasadës amerikane, kështu që ne i ftojmë qytetarët amerikanë të mos humbasin asnjë nga mundësitë mrekullueshme që ofron Shqipëria me vendet e saj të panumërta turistike. Agjencia për Media dhe Informim pranë qeverisë thot ndër të tjera se ambasada amerikane jep vazhdimisht alarme të tilla edhe kur në Tiranë organizohen protesta. Ky paralajmërim i ambasadës amerikane vjen disa ditë pasi Irani kreu sulme kibernetike ndaj sistemeve elektronike dhe faqe zyrtare të Kuvendit të Shqipërisë dhe pasi Parlamenti shqiptar e shpalli Iranin shtet sponsor të terrorizmit.